në këtë përballje. Diskutojnë të pjesën e mos kandidimit të Vjosa Osmanit nga lëvizja vetëvendosje, por kritikat që vinë tash nga vetëvendosje janë që edhe ky bashkëpunim juaj tashmë me Vjosa Osmanin dhe mes Vjosa Osmanit dhe LDK-s është propozita pra. Vjosa Osmani për presidente, Lumena Degjiku kandidat për kryeministër. Lëvizja vetëvendosje duhet të jap një shpjegim. A ishte kandidimi në 2021 propozita? Nëse në 2021 ishte propozita, ndoshta edhe ky është, por nëse në 2021 nuk ishte kandidim propozita, por ishte një kandidim për t'i dhënë presidencës të Republikës Kosovës një personalitet që udhëheq atë institucion me dignitet, natyrisht që edhe ky tani është i njëjtës natyrë, por te LDK-ja ka një konotacion tjetër, për shkak se LDK-ja, elektorati i LDK-s dhe populli i Kosovës në përgjithësi ka një lidhje sentimentale tepër të rëndësishme me presidencën, për shkak se presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova ka shërbyer për kohë të gjatë si president i Republikës Kosovës, ka qenë simbol i unitetit të popullit të Kosovës. Rreth vizionit të tij jemi bashkuar gjithë. Imagjino kushtrim sikur ta kishim këtë përçarje që kemi sot në vitet 90-ta. A do ta kishim arrit lirinë? Asnjëherë nuk do ta kishim arritur lirinë. Por ishte vizioni i presidentit Rugova, i njerëzve të asaj kohe, që na bën të gjithë popullin e Kosovës të besojmë tek liria dhe tek pavarësia dhe e arritëm lirinë dhe pavarësinë. Njësoj edhe tani, pavarësisht që kemi parti politike ndryshme, ne duhet të bashkohemi rreth asaj që është interesi i Republikës Kosovës. Cili është interesi i Republikës Kosovës? Antarësimi në Bashkimin Evropian, antarësimi në NATO sidomos, dhe natyrisht partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një botë që ka kaq shumë pasiguri, që ka kaq shumë luftra, një vend i vogël si Kosova duhet të ketë këto aleanca dhe këto antarësime në këto mekanizma që siguria jonë të jetë e garantuar. A ka parime në këtë bashkim? Pas një dyshim që po, dhe parimi kryesor është interesi i Republikës Kosovës. Pse? Sepse, po e them prap, puna 5 vjeçare e presidentes Osmani në zyrën e presidentit të Republikës Kosovës, duke përfaqësuar në mënyrën më të denjë të mundshme, duke bërë krenar besoj secilin shqiptar këtu në Kosovë e edhe në Mërgat. Dhe gatishmëria e LDK-s që edhe të jap votat në kuvend vetëm që të mos shkohet në zgjedhje, dhe gatishmëria tash është një në fakt konsistencë, nuk ka kontradikt. LDK-ja edhe me 15 vota që i kishte në kuvend ishte i gatshme që të qëndrojë në sallë, të bëj kvorumin dhe të votoj presidentin Osmani. Dhe po ashtu tani po i qëndron konsistent këtij qëndrimi në mënyrë që vërtet qytetarët e Kosovës të kenë mundësinë që të kenë përfaqësim sa më dinjitoz në zyrën e presidentit. Po vetëvendosja thotë që në 2021 e ka bërë pikërisht presidente Vjosa Osmani. Vetëvendosja ka bërë. Unë besoj dhe faktet flasin që në 2021 në fakt presidenti Albin Kurti fare nuk ka qenë në listën e lëvizjes vetëvendosje. I zbrazët. Ka qenë presidenti Osmani që i ka prirë asaj listës. Si mund që dikush s'ka qenë fare në listë dhe nuk ka marrë votën popullore pra të pretendoj për një gjë të tillë. Por politika në Kosovë mjaftueshëm është ndalë te e kaluara kushtrim. Nuk duhet të ndalemi kaq shumë kohë te e kaluara, duhet të shohim përpara. Dhe shpresa tonë që është të prekjes së djathtës. Natyrisht që Republika e Kosovës ka nevojë për një vizion të djathtë, zhvillimor, ka nevojë për një qeverisje që ka një në radhë të parë integritet të lartë profesional, dije dhe mbi gjitha për çka kena më mbajt mend na si gjenerat kushtrim. Nëse gjenerata e baballarëve tonë do të mbahet mend që e ka ndërtuar ëndrrën tonë për liri dhe ka rezistuar ndaj okupatorit serb në Kosovë, ka mbajt gjallë arsimin shqip. Nëse gjenerata paranesh do të mbahet mend për luftën çlirimtare dhe për lirinë që kemi arritur. Nëse ne nuk arrijmë të ndërtojmë një Kosovë